mira dhe punët e mira ja lëvdej edhe unë. Po nëse një shkret vogël, s'është në gjendje me përgjigje mu më thira ma votën, çfarë kuptimi ka kjo? Por bashkë me nisën, do ta këshit bërë këto? Në Fatmir Lima? Jo, lutëm njerë, unë na thamë, na jemi një familje e modhe. E kuptoj. Në familje e modhe, me që jemi për lëvizjen dhe vendosja, në kom thonë publike për këtë punë, s'kena nevojë ma me a diskutu këtë punë. Vendos kryesia e lidhjes demokratike për një koalicion të mundshëm i LVV. Pra, edhe nëse të kërkon falje, ti pra pa kryesi nuk vendos. Nëse Albin Kurti vjen nod, e më kërkon falje, e ulemi me batin lil të amin, se pato jo, zbanë pato sa, e ka shku letrën, na jena një kryesi e modhe atë shtati, kërë dhe tavolinë, dhe karika e tavolina shtatë rreth e rreth. Unë gjime dhe diskutojmë këtë punë. Por, qëndrimi i jonë, u bo publik për PDK-n edhe për LVV-n. Që kemi thonë? Që kom thonë unë? Unë kom thonë që edhe më rrotullu krejt toka për mësë me ro, nuk ka vot PDK-ja, peneve, edhe kush donë më ardhë. Por, LVV-ja në kishja me vogël prapë qëndrojnë prapë asoj. O Fatmir Lima, ka vot për teja? Për kryetar kuvernet e ke fjallën. Këtë janë domenin e kryesis. Tjera gjona e në domenin e kryesis. S'kam më bë, s'kam punë në kom taku Fatmir Lima, kur ka orë Fatmir Lima me lyftu, jem zatet në drenit bashkë. Mirë, kështë politikisht po flasim, se qërësit e luftës kemi trajtë të sarë. Në qoftë se arrim pajtueshmëri, për shambull, LDK-ja me PDK-n, por jo edhe me Juve. Jo, absolut. LVV-ja, me LDK-n por jo edhe me Juve. Kjo është më skim që diskutojme, PDK-ja është punë e kryme. Po LDK-ja, nëse VV-ja dhe LDK-ja rrinë marrëveshje, por nuk vjen në odën e Jujë. Jo, heq mësë vjen, s'ka lidhe e punë. Prapë se prapë voton? Jo, s'ka lidhe maja. O qëndrimi kryesis, ne kemi bot, s'kjarë këtë punë përpase, me ndodhë kjo. Por nëse... Ne nuk i hom fjallë tona, nëse kemi dhëtë që janë qëndrimi kryesis, mbetet qëndrimi kryesis. Kjo puna e kërkim falje s'ka me vazhdu. Pra atëre, Konjufsa është dashtë të thras kryesin e LDK-s, jo juve për votën Marigonës, nëse kështu që nga puna. Kryesia e LDK-s vendos, na kemi bërë qëndrimi këto. Një mesazh për Konjufsën kjo, e ka telefonu autorin. Por me gjitha të... Ajo qëndrimi e ka morë qëndrim politik, ka LDK-ja. Dhe është një qështje tjetër, LVV-ja ka kontaktua dhe deputet tjerë të LDK-s. Të LDK-s? Sa për tyre ka kontaktua? Dy deputet tjerë të LDK-s, për pas familjes Geci ka kontaktua burrat e tyne, familjarët. Ka rritur ta këthej ndonjërë në tabinë? Tash, unë s'moj me full për ata, sepse unë keq, ata heshtë janë një loj punë që për e bëj, kuptën e njerë mirë. Këtë që për e bëj, për du këtë generacionin, masit kryen zgjedhjet, me ble deputet, në të harrojnë ma. Kush da? O i ki votat, o si ki votat. Me shkune për shpia, me thonë, hajde ti me mu, se unë, këtë generacion për du me shdu në Republikën e Kosovës. E ka bon Hashim Thaçi, pe bën Albin Kurti, pe e bojnë gjithë, dhe këta nuk janë ndryshimi, pe janë vazhdimi. E qartë. Kemi hap një sondazh pikërisht me këtë pyetje nëse VV po i ndryshon qëndrimet e saj, po se jo janë alternativat për të na u përgjigjur, poshtë ekranit keni QR kodin. Por kam një pyetje tjetër Ganingeci, nëse opozita arrin marrëveshje që ta votoj si kandidat për kryeministër Lumir Abdi Xhikun, ka vot për te? Me PDK-ja? Me PDK-n koaliciona? Opozita bashkë. Jo. Opozita të me PDK-n kor. Pra, edhe nëse PDK-ja ja jep Lumir Abdi Xhikun kryeministër? Edhe nëse PDK-ja jep, e dina dhe që kjo bo qëndrim familjar dhe Marigona Geci e ka dëshmu para grupit parlamentar të LDK-s. Me goj. Kjo është të dëshmu në që 6 vjetë. Nuk është sad. Po nëse vetëm për votën të uaj, Lumir zbët kryeministër, prapse e votën? Në asë një form. është qëndrim i joni mbrojtje e identitetit tonë familjar. O kjo është mos respektimi vendimit kryesis pas të? Ne kjo e kandidata para se më bo deputete. Po, për zotri Geci... Kandidate është konë e kjartë edhe gjatë kohës kur ka qenë 2 mandatës si deputete e ka pas kjartë. Asë në nëshkrimin se ka bashku kur me ta. Zotri Geci, do doja t'ju bëja... Po do nësë kërkesen për një mbledhje ose një narrativ të kuvendit. Por që një çështje tjetër interesant është edhe kjo e mbledhjes së votave apo krijimit të koalicioneve. Ne nga e kaluara kemi pasur që liderët e partive politike kanë qenë ata që i kanë marrë veprimin, pra kanë shku, kanë taku njerëz, kanë kërkuar zgjidhje me deputetët e tjerë. Ndërsa zotri Kurti nuk është ardhur as në odën tuaj që do të ishte një odë miqësore, të paktën nga postimet të cilat i shohin nga Halil Geci në Facebook. Pse po i mungon
kjo Kurtit? Pse Kurti nuk po e ndërmer hapa vetë, si lideri vetë vendosës, që ti siguroj numrat? Atëherë kanë thonë fillimisht 2021 ka thonë marrët Marikona këtë marrën zyre të LVV-s. Zyre mi shku për mja udhëmë? Na, me shku për me një mua aty në lyre të LVV-s. E këmë thonë e ka fitu votat Marikona këtë në LVV, anë ledëke. Tash më thojnë mu me shku në zyre të LVV-s, edhe mu më thanë, që ka me lypë në zyre të LVV-s o burë. Ose me shku në kërën përsot, që ka me lypë, s'ka burë me ta, ata me burë. Kusë që ka burë me burë, jo këtu. Am thirët jo. Am keni thirë, po, ajo barë. Kur të thirë. Dhe neve na edhe ata me thirë që tash hajde, po në zyre ja. Por neve na interesant. Ata kanë punë me mu. Si shikon ti këtë punë, sepse ju keni qenë edhe pranë liderit Rugova, dhe nëse si kanë qenë sjelljet e tij me komplet elektoratin, pastaj me bashkëpunëtorët politik, dhe nëse kemi një kryeministër apo një mandatar të parë i cili refuzon të bëjë takime sy më sy me deputetët të cilët do t'ja japin votën, si shikon ti këtë çështje? Dëgjom, nuk shkon kjo kështu. Nuk shkon kjo kështu, unë po duket që po bëhet trend. Këtë prostitucion politik me luftu. Prostitucion politik? Prostitucion politik me luftu, trend. Është bon për pas lufte trend. Aja deputet e shkon, aja deputet shkon atje, aja vjen, ka aja del atje, e ka fitu votën, ka del atje. Kjo prostitucion politik. Po luftoj edhe me këtë, me mishë e me shpirt. Sepse nuk ka mundësi, du të marrëveshje politike o burë. Marrëveshje politike, këtë përshet s'ka vota. Pse s'bo marrëveshje politike? Me PDK-n për shembull. Ata kanë bo marrëveshje politike me PDK-n para zgjedhjeve, krejt marrëveshje ndërkombëtare kanë votu. Pse se po edhe një t'il? A ka bo një marrëveshje politike u taku, zoti Kurti, me